Kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim për komunën e Gostivarit, Valbon Limani, në emisionin Debat në Shenja, ka deklaruar se që nga marrja e detyrës në komunë, në Korrik, me të në krye, janë realizuar mbi 20 projekte në fushën e infrastrukturës. Limani theksoi se në rast se qytetarët ja japin sërish besimin, do të vazhdoj punën edhe me më shumë përkushtim. Ndër projektet e para që do të realizoj, ai përmendi kanalizimin fekal në fshatin Çegran dhe ujësjellsin në fshatin Debresh. Paralel me këtë, kemi parapa në programe dhe masa, posaçërisht masat të cilat ndoshta nuk janë aq në shuma të mëdha, mirë po besojmë që do të lehtësojnë, siç janë shembull lirimi prej taksave në 5 vitet e para për të rinjtë të cilët do të hapin biznese të reja. Ndërkaq, i ftuari tjetër, kandidati i pavarur për komunën e Gostivarit, Visar Ademi, në Debat në Shenja, thot se në rast se merr mandatin e kryetarit, do ta pastrojë administratën nga militantët partijak. Ai ka kritikuar ashpër edhe gjendjen e menaxhimit të mbeturinave në komunë, nga ku thot se mungesa e infrastrukturës dhe kapaciteteve teknike ka sjellë një krizë të vërtetë në pastrimin e qytetit. Sipas të dhënave tona, kemi 500 persona të cilat rrinë të shtëpi dhe majnë rrogë. Nuk kanë asnjë lloj angazhimi. Vetëm komunal. Ato që janë me kontratë vepër dhe që nuk ka një vend specifik, më njëherë do bëhen nga puna. Do e pastroj nga militantët partijak të gjithë administratën komunale. Tutje, Ademi bëri të ditur që fushata e tij elektorale po mbështetet financiarisht nga sektori privat, diaspora dhe nga ai vet personalisht. Ai theksoi rëndësinë e mbështetjes së komunitetit dhe burimeve të ndryshme për të realizuar një fushatë të pavarur dhe të suksesshme.